Shikues të dashur, siç po e shihni, jemi në mes të liçenit të Vallë të Dejës, këtu pranë Agora Farmhouse, ku do kemi një intervistë goxha të veçantë. Një prej aktiviteteve që mund t'i gjeni këtu tek Agora Farmhouse është pra edhe shëtitja me bark, ku unë kam hypë sot këtu dhe është goxha një farë adrenaline e llojit të vet. Por do vizitojmë edhe Agora Farmhouse, ku do shohim në intervistën me Gledisin, i cili do na tregojë më shumë detaje se çfarë mund të bëni këtu dhe si pra është krijuar ky vend. E shikues të dashur, kjo pra është edhe fillimi i kësaj historie, qëndroni me ne deri në fund të emisionit. Shikues të dashur, siç ju tregova pak më herët, jemi këtu pranë liçenit të Komanit e bashkë me mua e kemi pronarin e Agora Farmhouse, Gledis Lajçaj, këtu në fshatin Mlloj. Gledis, faleminderit shumë që na pritët, po e shijojmë ne mëngjesin këtu tek Agora Farmhouse, dhe është kënaqësi shumë e madhe që na keni prit dhe na keni dhuru edhe këtë pamje fantastike kështu me këto shtëpiza, por gjithashtu me këtë restorant shumë të veçantë. Faleminderit shumë për jush që u bët pjesë e familjes Agora Farmhouse për pak kohë, po për ne jeni të shtëpisë këtë moment. Faleminderit shumë. Gledis, ndoshta të fillojmë dhe të flasim për fillimet e këtij vendi. Si ka ardhur ideja që me hap Agora Farmhouse? Agorën jena dy vllazën që kena hap, edhe fillimi kryesor ka qenë iniciative vllas. Vllai ka jetuar në Gjermani, ai na sjelli si koncept. Edhe fillum qyshte emri Agora. Agora është kanë qenë dikur vende të sheshit prej gurit, ku njerëzit janë kanë mbledh për me kuvendu, si pikë bashkimit. Edhe ne të pas që shumë prej punimeve i kena bë prej gurit, edhe kena mendu ku me shku te Agora. Edhe njerëzit marrë këtu mu bashku për i drek, për i dark, me fjetë, masane kalu me edhe të pjesa fjetjes për ma gjatë. Do të keni shku gjdo hap të e bukës çdo vit të baka e gjë ndryshe. Po, çfarë i ofroni ju të gjithë atyre vizitorëve që vinë këtu për relax dhe ndoshta për pushime? Ndoshta ato detajet e tjera të cilat i keni, do i shohim edhe më vonë më nga afër, por diçka tjetër, çfarë mund të gjejnë të gjithë ata që të vinë? Ne kena menduar që me kenë ndryshe prej bizneseve tjera, jo thjesht restorant ku njerëzit marrë thjesht me kalu një moment, 1 orë, 2 orë edhe mu largu. Kena fillu me pjesën e restorantit, kena hap me pjesën e hotelit për fjetje, për bimajt mysafirët edhe ma gjatë, kena menduar edhe me shfrytzu pjesën e liçenit. Po gjithashtu edhe pjesa e fermes, një ditë me kalu, jo të punu token, të mbledh perimet, të kafsht, procesi mjelljes baktive, sa ma gjatë me qëndru. Po, edhe një pjesë të veçantë e keni ushqimin. Po e shohim edhe këtë tryezë pra të mbushur me të gjitha produktet të cilat janë edhe këtu të fshatit, apo jo? A mundesh me na tregu pak edhe procesin, por edhe gjithçka se qysh na ke tregu edhe brapa kamerave ju bashkëpunoni edhe me të gjithë ata që jetojnë këtu në fshat? Ne kena menduar që me kenë në bashkëpunim gjithmonë edhe me fshatin, që edhe fshati me kontribu për Mllojen në përgjithësi, jo vetëm për ne si biznes, por edhe për familjet e tyne, si një hak, një zinxhir. Edhe produktet një pjesë i kena tonat, por gjithashtu edhe produktet e zonës. Se këtu është ka familje që na sjellin qumshtin, vezën, edhe produktet bujqësore, blegtorale në përgjithësi. Po çfarë i ofroni vizitorëve për ushqim? Për ushqim pika jonë ma fort. Përveç këtij mëngjesit mrekullueshëm që e kemi këtu. Pika jonë ma fort si gjalpi i shtëpisë, që shumica e produkteve janë me gjalp shtëpisë dallohen. Po që mana është laknuri. Tanë të shahape fjala, po do na me shku me hangër te restoranti i laknurit. Laknurin kemi me provu sonte më vonë, sepse do qëndrojmë sonte këtu tek Agora Farmhouse, është një kënaqësi shumë e madhe që të nesërmën të zgjohemi me këtë pamje të mrekullueshme.
Po sa ju është dashur që të veni dhe ta ndërtoni të gjithë këtë vend? Sepse na tregovi që vit pas viti keni ndërtu diçka të re, keni sjell diçka të re, po kështu në total që të bëni këtë vend kaq të mrekullueshëm kështu siç është tani, sa kohë? Ne si aktivitet që jena në funksion çdo ditë, kena 8 vite. Po normalisht kena gjyshi që ka jetu ma përpara këtu me fermen që kena pas diçka të vogël, po kena qenë gjithmonë aktiv. Pavarësisht se s'kena prit mysafir, ne kena majtë kafsh, kena bë produkte bujqësore për treg. Masane lindi kjo nevoja që edhe ne sa mi qunë treg, po i shërbim të restorante jonë, të vinë t'i provojnë vetë këtu, mysafir. E kur jemi të mysafirt, e din që keni mysafir të huaj shumë, po nga cilet vende ndoshta vinë më shumë dhe si mund të rezervojnë ata që dëshirojnë me ardhë tek Agora Farmhouse? Mysafirt përgjithësi kemi të huj, 90%, i kena nga Gjermania, Hollanda, Frances kena shumë, edhe rezervime zakonisht bënë në për platformat online, për para bënë rezervime. Do të thotë duhet të bëjnë rezervime shumë më përpara? Shumë më përpara. Po, cilat janë komentet që i merrni nga të huajt? Të huajt përgjithësi... Do shta për vendin, për shërbimin, për gjitha... Shërbimi gjithë, po që vlerësojnë është qetësia. Edhe ne jena mundu që qyshte pjesa muzikës mos me pas shumë në sfond, gjithashtu edhe me lanë gjithë se cili me pas atë rehatin e ti, qetësin e ti. Për këtë janë shumë aktivitete njëkohësisht që edhe mysafirt mos me nejtë gjithë një vend edhe mu bë këtu një zhurmë me malle. Po edhe me janik në atësin, çdo gjahet me prek me dorën e tyne kur vinë këtu. Po shojmë edhe një kam shtëpiz aty, do të thotë pranoni edhe kështu uftar. Fillimisht kena pritë kampistat, rolotat, kështu e kena nisat aktivitetin tonë. Masane në zgjeru me pjesën e hotelerisë me vilat prej druris që kena bë. Po ndoshta do konsumojmë pak ushqim tash mëngjes dhe të shkojmë edhe të afrohemi edhe tek liçeni. Patjetër. Lidis, flasim pak edhe për aktivitetet që mund të gjejnë të gjithë vizitorët këtu në Agora Farmhouse. Çfarë aktivitete mund të kenë shembull edhe dikush që vjen me fëmijë, ndoshta çifte, familje? Po, siç thasha pak më përpara, ne mendojmë për turistat që me qëndru gjatë këtu. Një nga pikat kryesore është aktivitetet. Duke qenë se kemi edhe fermen e kafshëve, që munden edhe vizitorët me fëmijë, me ardhë edhe me ushqy kafshët, me bë procesin e mieljes. Gjithashtu, duke qenë se jena edhe në breg liçenit, kena mundu që maksimum me shfrytzu pjesën e plazhit. Gjithashtu, bëjmë edhe udhëtimet këtu me varë. Po, cilat janë destinacionet që i bëni këtu? Ne kena 2 pika kryesore. Një është ishulli i Shurdhahut, një pikë tjetër është edhe shpella plumbave. Pra mund të gjithë vizitorët të vinë, ndoshta duhet të tregojnë paraprakisht që dëshirojnë të bëjnë këto udhëtime, apo jo? Po, se ne i bëjmë këto aktivitete në orare të ndryshme, normalisht do të me bëjë dhe rezervimin, se ka një kapacitet edhe varka që bën nisje. Po, Lidis, po si i fton të gjithë shikuesit e emisionit Pasion e Profesion që të vinë këtu dhe të shijojnë një vikend ndoshta, të ikin pak nga zhurma e qytetit dhe të vinë këtu në këtë qetësi dhe në këtë ambient të mrekullueshëm, edhe me pamje piktoreske. I ftoj gjithë mysafirt që të vinë të na vizitojnë, ta prekon vetë me dorën e tyne çdo gjë. Që unë jam çdo ditë këtu, vinë edhe ta prekon. Gjithashtu të shijojnë edhe pjesën e liçenit në maksimum. Lidis, faleminderit shumë për përgjigje, por gjithashtu për këtë eksperiencë fantastike këtu tek Agora Farmhouse. Shpresoj të keni kalu mirë, gjithashtu edhe mysafir që të vinë të kalojnë njësoj si ju. Si ne, po shpresoj. E të gjithë që shikues të dashur, si dëshironi të keni një vikend fantastik me plot aktivitete, e jani këtu tek Agora Farmhouse në fshatin Mlloj. Faleminderit shumë. Faleminderit.